3 ditë pas sulmit vdekje prurës në plazhin Bondi të Sidnejt, autoritetet australiane kanë ngritur akt akuzë ndaj të dyshuarit 24 vjeçar për 59 vepra penale, përfshirë 15 akuza për vrasje. Në një komunikat të mërkurën, ekipi i përbashkët kundër terrorizmit njoftoi se autoritetet shkuan në spital, ku i dyshuari u akuzua zyrtarisht për 15 vepra penale për vrasje dhe 40 vepra penale për shkaktim të dëmtimeve të rënda trupore me qëllim vrasjeje. Akuzat të tjera përfshin përdorimin e armës së zjarrit me qëllim shkaktimin e dëmtimeve të rënda trupore dhe shfaqjen publike të simboleve të një organizate të ndaluar terroriste. Naved Akram dhe babai i tij, Said Akram, hapën zjarr ndaj turmës së njerëzve që po festonin festën hebraike të Hanukas në plazh të dielën, duke vrarë 15 njerëz dhe duke plagosur 10 të tjerë. Babai i 50 vjeçar u vra nga policia në vendngjarje, ndërsa djali i tij u arrestua dhe u dërgua në spital pas plagëve të marra. Naved Akram doli nga koma të martën. Sipas mediave australiane, 24 vjeçari nuk pranoi të japë deklaratë. Autoritetet thanë se 20 njerëz të plagosur janë ende duke u trajtuar në spital. 5 prej tyre janë në gjendje kritike. Autoritetet thanë gjithashtu se sulmuesit kishin lidhje me organizatën terroriste Shteti Islamik. Sipas zyrtarëve, disa pajisje shpërthyese dhe 2 flamuj të improvizuar të Shtetit Islamik u gjetën në makinën e djalit. Kryeministri australian Anthony Albanese theksoi se Agjencia e Inteligjencës së Brendshme e kishte hetuar të riun 6 vjet më parë për lidhje të dyshuara me një qelisë terroriste të Shtetit Islamik në Sydney. 2 sulmuesit kishin kaluar një muaj në Filipine pak para sulmit, ku sipas raportimeve të mediave australiane kishin marrë trajnim të stilit ushtarak në ishullin Mindanao.